edhe shtresa e pensionistëve, e atyri që kanë dalë në pension, është e diversifikuar nga pikpamja të ardhurave dhe statusit të tyre social. Dhe kjo është e lidhur me nivelin e pensionit. Nuk duhet ndonjë filozofi e madhe për të kuptuar nivelin e pensionistëve. Mjafton të themi që rreth 530.000 të moshuar marrin nën 200.000 lekë të vjetra në Shqipëri. Kur, sikurse e dini, minimumi jetik të paktën i përllogaritur deri tani është për 200.000 lekë të vjetra. Pra i bie që jo pak, po më shumë se gjysmën e tyre i kemi që jetojnë nën nivelin të themi të minimumit jetik. Pra kemi pensionistë që kanë, kur them mora vijën 200.000, po ne kemi të tjerë që kanë edhe më pak se 200.000, 100.000 etj. Pa llogaritur këtu pensionet rurale. Ndërsa një pjesë tjetër pa diskutim është janë më të favorizuar nga pikpamja e pensionit. Megjithatë, shtresa e pensionistëve, sikurse e kuptoni, është bërë një gjyle e rëndë në këmbët e qeverisë. Dhe natyrisht ky presioni i tyre për një jetë dinjitoze dhe kanë të drejtë, sepse unë mendoj që pensioni nuk është sadaka.